Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje, jemi qëtemi ma të mirë, jemi sot në fshatin Bonje, komuna Malisheves. Hajde të shofëm për çka njetë ky fshat, si është, banorët si janë, e shumë veçoritë të tjera që i përkasin këtij fshatit. Jemi në fillim të fshatit, jemi pra në fillim të fshatit, wow, shifeni Bonjen, po besoj që nga kjo dhe e ka marrë emrin Bonja, komuna Malisheves. Pra, shumica veç e dini që ndër ma favoritet komunë, kështu kur t'ja tha me emrin është komuna Malisheves. Përshëndetje. Po mëre bon me qësmoj me dës rrugë, ku me bon? Hajde, ndalëni. Hajde të shofëm këta qunat e ri se qka po na flasin për fshatin. Përshëndetje, si jeni? Zbrit një arsye ndaljes? Pa rrëp. Si je? A je mirë? Dorontina. Hajdini. Jo, si jeni? Mira. Si po kaloni? Po i pa kalojmë Po pak. dolëm mos të rrimit tamam kështu në rrugë e me penguna i kanë po. Na rrugë në kërë. Po. Qysh po kaloni? Allah e mirë, që të më nuk ka pa. Jeni banori i fshatit Bonje? Po në fshatit Bonje. Si është si fshat? Fshati është për mrekulli. Fshati më i mirë që është, po gjën s'hot mirë. Se? Se s'hot gjën mirë. Ja, mos ma hop motivin, se pello po e ndërprej me këtë. Po dje i shekon dhat plakën e kishë marrë intervistë. O, si e mone bre, jo, si e mone, po Aja pse po tjetra na u ngatroni, po. Po bre, aja tjetra. Aja tjetra u konë. Qysh po kaloni? Allah e mirë. Qa ka diçka që i mungon fshatit, ose që keni tepër kështë? Po i valloj nuk o san që i më nga fshatit. Nuk o san, krejtë sanet janë. Këtë element. Krejtë, bili së kënë bojnë s'kollë, s'ma merë menjen që kone i hunë. Po. Cilat elemente bazike i keni në fshat? Rrime, Rrimën, infrastrukturën, krejtë komplet be. këtë komplet. A ka diçka që i mungon fshatit? Ja, s'ko, diçka që i mungën, s'ko, shkat lypë në bojnë i ki. Shkollë, qerdhe. Shkull, qerdhe, bazen, Edhe qerdhen e keni, a? Po, mëre qerdhen e kem, gërthys, fura, frizera, xhaminjen këtu e kem. E përshetë xhaminjen e kem. Mashallah, shumë e bukur. Krejtë, s'ko sanë që s'ko, markete, kafe, biljardë, krejtë sanë. A është braktis fshati? Jo, Cila ka qenë arsyeja që nuk është braktis fshati? po di vëlloj. Ndoshta që është fshati shumë i mirë dhe i ka të gjitha Krejtë kushtet. kushtet i ka, komplet. Sa ka mbet rini. Rini s'ka mbet shumë, kanë mbet pak, e s'ko fajt që i kënë gjinja për këti venit se e në bomë në tënë, Ja, mos o dëshpro kështë. po qëre, E jena të shëtor gatë jes po isha, a? pa tabela, Po. pa tabela. Pa tabela, a? Po, pa tabela. Arsyeja ndaljes. Pa tabela. A jetoni në fshat? Po, Jetoni në fshat. Se di pse ma jepe një përshtypje se jeni mërgjimtar. jo, nuk jam mërgjimtore, si ma lakmi mërgjimtorve. Tash, kënej po thu, nuk jetohet këtë. Po nuk E jetohet. ku po të më shku në hona? Këtu nuk jetohet për një arsye që për shembull, a din krejt siguron se një bojnë sanet, po trive bili u kisha bon apel mos me hub kon kësu. Me i. Senet po thu që i kia. Po sanet unë i kam sanet. Këtë mërgjimtore si ma lakmi sanet. Qa punën, me qa mirësh? Unë e hetë sanet, sanet që gjithë ditën. E kusht mund të i kështë, që ke bo senet? Sanet i kom bon, edhe kemi një lokal që punoj frizer. Shumë, a mi prim pak që flok? Po mërë. A shkojmë ti prim? Shkojmë i prim pak. Hajde, e shishka ta din mi prim? Po mërë. Përni me? Po vëlla. Vëllaj se krejt pa formë, qëta shtikëm? Hajde shkojmë. Hajde shkojmë. Do shta nuk mi
bën me spreje kështu se unë as... Po për që aty deshta me dollë, se unë as si femirati as kur gjë. Jo, se si prishi, se i kam vetë drejta. Me Mikall flëkt. Nuk i erdhon Mikall flëkt. Ja orët një frizer ma i fortit. Po thua, hajtë se kom i pyt është banurt. Dhe mi prej para? Shishkat. Shishat para? A din që shmi mi bo shishkat? Në është të vi që din? Kështë mi bo, e me mnejtë kështë. Sa para? Kështë. I sholla s'mi qërë dit. Durët kom i t'i thëj. Mos ka po me mprej tjera, ka dalë se po mi kopë edhe tjerat. Jo, ma sa një. A dhe shlije, sa mi të hekë, zvonat ta umi. Jo, ato këto të hollat mos mi prek. Jo, ma sa një. Ka dalë vetullat se mi prishe, Jo, ma sa një. se kom e do në gjerime. Shkëtëse ma dhe këtë. A dhe me dhe kronin për një. Mi prishe vetullat. A kina i kronë mi krej vetullat? Hajtë ma si që dollëm. Apo ka punë? Apo vinë vetëm nga fshati, a vinë edhe kështë për rrëth? Jo, vinë edhe për edhe vinë edhe ka fshati që të, po... A ndodhë që vjen a i kosh e në kazë veç për juve? Po, ndodhë që vjen e në kazë veç për neve, po... Mu e fort nuk më duhet në gjinja këtu, se i kom bon sanet, a i këtë shuaj në gjinja që i ban sanet, nuk kanë qef, menujnë. Unë i kom bon sanet, personalisht i kom bon sanet fenomenal. Dashlet vinë, këto ma moj, këtë punën e moj veç... Me pos diçka tonë. Me pos diçka, me figuru në emër jemi dikun. Se kështu, kur mas të vje këkush. Se kam atë farë probleme, a vjen a nuk vjen. Ka kupten? Qa me ndëm, pse kemi në këto, po e them ashtu jemi pak ziliqar, kur tjetëri arrina, i shdosh me mbështet edhe... Po, i shdosh me mbështet, po për shemal tashti, kur e shuaj në gjinjën si njën i ri, së krone, 23 vjet, o zit kesh, 70.000 euro, i ko sanet fenomenal. Ta një gjinja gjelozoj, që kjo në gjelozia të na shqiptarët, a vedin, që nuk dëmët po mirë. Se momentin që se edhe që kjo konkretisht që kjo pjesa e shqiptarëve që a din nuk o qefët po mirë, hajtë syrit, ja unë gjithë dikon poshtë, ama mu së nuk kanë unë që kosh poshtë, këtë njët. Të gjithë, pi rafë shku i këm posë 12 vjetë këm vëzit kera. Ma ka prun kjerën e porë, boba për Italije, mas pori, ma ka prun e këm posë një fartata, tani Mercedes, Audi, BMW, s'kom posë kjerë që nuk e kom posë. Gjithë e kom bon jetën, shka së ne kanë bon dësh, shka nuk mujnë me realizu, që i kanë bon ka 40 vjetë, unë e kom bon jetën, gjithë. Pak boba e pak vetë më ndej. Po i pak vetë, pak boba, pak nëna. E nga po du me ju pytë nga e ke vrejti që tjertë po të gjelozojnë në një farforme, e ke pas në i balafaqime në i këngë, kështë që të ka thonë diçka, po në bazë klientëve, apo ku? Jo, nuk e kom pos në i Nuk e kom pos në i farë balafaqimi që kom pos me ta, po e kom pos në adin kështu dityshën e shesi gjinja gjelozojnë i njësë që fullin për muë. Full ka pa me raj, ka pa bank, që pa janët me kitë kjerë, kush për finanë të cënat, fullin gjinja, nuk kanë qef, kush me po as një, për mi vetin, që më thonë për mi vetin, a kur fullin ata, mu vishë më rritit vlera, se janë të full për mu, në moment që nuk fullet emri jem, unë e shymna, sot fullet emri jem, unë jam të ngrit, fjallët e ty një për ngrisin mu. Vërtet, kur merren me ty, në një farforme dhe ju ngritin. Shumë e vërtet. Po, kur ta jep ai nalt, këta poshtë edhe po e përfshi vetin, edhe me fol, u kryej muhabet, kur gjaj që nuk qënë pesh. Ta poshtë visë mujnë me këqyrë. Po, valla. Unë i kësha përshëndet, ta poshtë, ta visë mujnë me këqyrë, që se e me simi dhe nuk kanë shka me bon të rësen. Kjo stoj një pas ka ardhë dhe gazetarë. Po, është dhe gazetarë. Mu një herë ma ka jo pa i nalt, ta poshtë mu nuk mujnë më bon sen. Një herë ma ka jo pa i nalt edhe o kryj mu. Për këta poshtë mu nuk me nej që mund me bon diçka. Inshallah ty të ebë zotit të morën, e fjallët e njerëzve nuk mund është kor me i nalë. Gjithmonë ka me dalë dikosh që ka me të kondërshu, se tash ju krejtve ju pelqim. Ashtë shumë normalja. Vazhdojmë. Kjo është... Të edhe fol, edhe veç fokusin ma shumë me ki këto, se me po më qërë dit, më bjen emisioni. Deri sa klienta gjatë ditës, farrin me i pasë? Po, varët dita për ditës, varët krejtë qysh tek. Sezona është ma mirë verës, të për vishtë. Sezona ma verës sa mirë.
Pas kam ma prish grimin këtë djallë. Jo, sa një se dhe të liu. Edhe mbyt? A e ki edhe pjesën e grimit a? Super. Që kujtes që të gotat as një fije mos ma prish. Që i ka po, po më kallë, ma shti një flake më lojnë, po më kallë kryt, unë atë, gani në ale dorën, ku ma ke nëzhe kryt, ki kam i kallë flake, më më Jo, qe. ma sa dhe një sti kallë, e kallë mija dhe stu. Pak a i kallë. Po më doke që kam kana gjetë, sot kërpja njërën ki tofti. Boj bukur qëta Po, ki kujdes se më në djallë më të ka për dure. Jo, valloj, ne ka pos puna jeme më kop djalli për duri. Mu ka bo djalli sa vetë. Bo, valla. Ki kujdes. Ja, pa në hapat sigurtë në shkaj. Hapat sigur, me të mbash, ha? Pa me kolegën të më të mirin. Unë ju falendroj, ju lumë shindurt, Respekt. shkrujnë emër të nonës qëtu. Që në më të nëuna, Po. nëuna i paguna? Nona i pagu. Ta për një shkretim, nëuna i pagun ba. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi, dëshiroj punë të mbarë edhe sa ma shumë suksese në vazhdimsi. Unë nuk punoj shumë këtu, zakonisht, po me si thove të jadi të qethën pak, po në ula më qithë se nuk punoj zakonisht. E vlerësoj, faleminderit. Edhe respekt, mirë pofshim, kalofshi mirë, çdo ditë. Mirë pofshim, ciao. Faleminderit. Ne po vazhdojmë me qëtë mi kështu me që e pash edhe bonjen, po afrohemi edhe po e shofëm, hymi ne kishte dikon ofër një restauranti, edhe mos po e takojmë do një banor, jem të e po edhe një market, po shkojmë drejt këti burimit të ujtë, bonja, pra si që dhe quhet, për ndryshe disa informacione që i ka marrë, që po më dolin flëk një, i ka marrë disa informacione nga një banor i cili nuk ishte mundësi me fol para kamerës për shkak të profesionit që e ka, gjithsesi e kuptojmë, por na tregoi se uji është me veti shëruese, shëron lukthin, aknet, irritimin e lëkurës e disa sëmundje të tjera. Vlen të ceket, ky ujë nuk është i pishëm, fshati furnizohet nga një pjesa tjetër e ujit, pra që është ujë i pishëm. Është ujë i pastër, më tha kështu, edhe po shihet, dikon 24 gradë është nxehtë nëse hym këtu. Të kisha ditë mi marrë bikinet. me u lë, me të kënaq, edhe nxehtë e kemi. U thash qaki këtu qa ka ra. Apo shkojmë, po i pyetëm ata dy banor që po i shënë, ndoshta edhe nuk janë banor se në këtë vend, pra në këtë pjesë vinë nga fshatra të ndryshme, nga vendet të ndryshme dhe qfar uji. Krejt gorzit po shihen. Pra në këtë banje vinë njerëz nga anë të ndryshme të Kosovës. Për me i fut kembet këtë. Shumë mirë. Apo afrohem drejt aty në dy personave që po i shë. Do shta na tregojnë diçka, nëse nuk i shqetësojnë. Vjen me cek tjetra se është një sipërfaqe shumë e madhe, o knaq, fokus, o knaq qaj që atje. Pa, si me kanë deti. Logaritmit është 24 gradë, sa nxehtë është. Hajt, po e provojmë pak kështu, po bi, më zonë e rrimë as diqka. Shumë i nëzit. Ondi kisha dalë krejt, s'po shkoj me i shqetsu njerëzit se ndoshta edhe ndihen ashtu në siklet, për shkak se janë komplet të zhveshur, kështu që nuk du me i bo me unë di keq, se kisha taku dikën që vetëm i ka shti komt kështu në rregull, por që s'po ja u prish shumë rehatin dhe qetësin. Ne po vazhdojmë drejt fshatit, ajo që ka pate me thonë se i përket këti uj, i tham, nuk ja vlen me qëndru ma shumë, ne po shkojmë drejt fshatit,
po takojmë banor, po flasëm për fshatin, po njoftohemi me këtë fshat, veçoritë e tij, e shumë çka tjetër. Po e bëjmë një shkëputje e po kalojmë edhe në pjesën tjetër të komentimit, në fillim të fshatit atje na pritni. Përshëndetje, si jeni? Shkurt, nuk ju marr shumë kohë. Ja, vëllai, sa dush se kom Si të bëj, jeni? mirë. Ai e mirë, unë për fshatin kom ju pyet. Vesh ta marr karriken? Çka zon për para ta disha të. Ja, unë me skenar nuk di valla. Ja, emisioni. Bravo. Emisioni jam njihet që është spontan, bio. Bravo, vëtku, bravo. Faleminderit. Jemi katuni jam. O, nuk të marrë në pyetje. Kokain për këtu. Qësh jeni? Mirë, Qësh më kaloni? mirë. Shëqër. Shëqër bosh. Fshati si është? Mirë shumë. A i ka gjitha fshati çka i nevojitet për një jetesë? Vallaj, nuk di që kem mungesë kur gjë. A jo? S'kem shka me lyp. Ma mirë, s'ka ma mirë. Për shembull, me dasht me punu, këtë. Qa punën? Me dash të punu, punë ki, për gjatë gjithë jetës që së në krynë kur heq. Sa dush ka punë. Po, e kam fjallën brenda fshatit. Brenda fshatit, bujqësia është katastrofë, se punon tokën kërkosh. Pse është braktisë bujqësia? Braktisën se njerëzit nuk pa dojnë me punu të shëron. E atëherë me çka po miren? Po mirën, dikush shkon gërbet, dikush miret me tregti, dikush me... Qështu? Po. Toka është këtë katastrofë, batalla është. Por që me dasht me mbjell është pjellore? Po nuk di që ka tokë ma të mirë në konë Kosovë se këtu. Ali Këtë pjoni në e rruj ka. është. A krejt në rruj, po. Në rruj është, krejt në rruj është. Mon me vadit. Kur keni fillu kështu me braktis bujqin, me lon krejt mazdore? Po mas luftës, Me njerë mas luftës? për herë mas luftës. Njerëzit kanë ikë, se dojnë punën në ranë, mjetet kanë vetë, krejt traktorat në për shpija, në për... Ska kur zhëq. Fshati sa është i zhvillum? është i zhvillum, mirë është i zhvillum. Mirë është i Po zhvillum. besoj komuna ka investu, Komuna s'ka investu pak shumë kur që heq. ma shumë ju banurta. Po vallaj, po banorët për veti, kështu publikisht diçka Po, ja, shpijat, kajtë e kena marru ka një shpi. qa ashtu është. E kisha fjallin mos i një mbledh kështu edhe keni investu me ndërtu një oda, një xhami. Kreti kemi kry, me xhami kemi marru, me oda i kena marru, me ka kreti kena. S'kem kur par... E banurët si janë njerëzit në këtë fshat, a janë mikprica, Shumë janë- bujar, për çka njini. Shumë janë me krica. Ku kofja? Bonja është Ku kofja? që vjen për një herë. Mikprica. Ku është kofja? Ja mos i ta lypa. Jemi me Ramazan. Për një herë vjen. Faleminderit edhe ju. Edhe, Se ju, po ndoshta ju jeni me Ramazan, a? po. Kështu që bonja është Amerike vogël. Amerike vogël. Amerike vogël. Çka kot ngjajshme me Ameriken, me që Posër është. Toka është pjellore shumë. Këtu shkat milë kështu bëhet. por që për gjëna, keqardhje, e keni një tokë shumë pjellore dhe e Shumë. keni lënë krejt mazdore. Qa është është. Qa mendon, a ka marrë një ditë që keni më u kthy punimit tokave? Allah e Kur? Frik? Inshallah. Vallaj, unë nuk besoj që kthehen. Thashti lufta është për telefon, me telefon. Mujt me përfitu diçka për telefonit, përfiton smujt i ka me dronë i baki. Nuk e rok ma traktorin, ja plugin, ja kalamoshin, ja tashti- gronin, ja... Tash jemi një... S'besoj. Tash ti na ka një telefonin kryu. Kry ma veti ma. Nëse prodhon telefonin diçka, prodhoj me dhe na. Nëse s'prodhon telefonin kur gjo, falloj edhe na s'keme prodhu kur gjo. Jo, inshallah, ja, na shqiptarët dimi me u gjindë. Nuk besoj. Atëherë po më intereson sa lagje janë brenda fshatit, a njini me gjithë banorët, raportet si i keni? Saksisht nuk e di sa lagje jo. Për afërsisht? Vallaj, nuk e di. E numri banorëve për afërsisht, a dini Edhe këta nuk e di. E shtepi? As këto. Edhe as shtepi, na në Kosovë zëm venin do këtë dytin, Juniki është më i madh se na, dhe Bonja është veni shumë ka banor. Edhe fshati i madh është po. Që do thot fshati nuk është braktis? Jo shumë. E qa ka brenda fshatit, a ka ndonjë fabrika, ka familje që kanë biznese, apo çka? Ka pak biznese, fabrika për momentin s'ka fabrika. Restorantin e paski, disa markete. Po, Ma tonë fshatit, a ka diçka që ja vlin me cek, apo është një e gërthës, shohëm? gërthës, është punojnë atje njerëzit.
Vinë kamionat, mushën, shkojnë. Jenë nga ky fshat? Po, nga ky fshat. Punësumta janë nga fshati po ashtu? Po, punësum. Qa është më rëndësi. Martesa ta i bëni mes veti, mes banurve, brenda fshatit? Raste rrallo. Por që mundeni me Po se dosh? kemi shumë fise këtu, edhe bon me... Po. Ka që martohen mes veti. Si ka qenë dikur bonja, si është sot? A ka ndonjë dallim të madh? Bonja gjitha ka njoftën. Jo që fshati jam, po... E pasur me ujë, me bollek. 2 ujna një, këtu kjo ore ka veçant, a bo e zenja tjetër sanë. 2 bërë një majën të të fort. Ujnë e pishëm më të regun që e keni prapa aty në telave, që furnizohen banorët, e kjo pjesa e bonjes është me veti shëruese, pra kush ka nevoj. Sigur, sa. Jo, sa shpesh vini? A jeni në ujë aty me ulo? Po gati për çdo ditë. Po, a e keni vrit ndonjë ndryshim kështë? Shumë ndryshim të madh ka. Kjo është shumë ilaç, shumë është. Qa keni vrit për shembull në trupin tënë? Për shembull, mu lajmëru zhoga, kjo është zhduk zhogën. Është zhduk lishat që dalin, për gjanve që bën lisha, që ngjiten tani njerëzve që i këshyrin shtallat që i mojnë, është zhduk lishën. Është zhduk Aknet? edhe lukthet i bën shumë hajër kë. Për një me. Këtu 3 muaj me punu, 3 muaj me piju kësi ujë, këj lukthe veç shërohet, nisë më Se shërohet. unë kam problem shumë me lukth. E nin vetën ndryshe e nin. Me ditë që për një me ka efekt, i kësha morë dë bidona me ujë, i kësha mbush. Mere, pravo, nuk mund ky për një ditë me të shëru, ama për një kohë të gatë të Dën shëru. ko, po, shërimi dën ko. Këtu kanë arë njerëzit për Zagrebit, mjekët kanë marrë analizën e ujit. E ka qenë Zagreb, se një grua konën para vdekjes. Edhe kanë shumë mjeku, i ka thonë shko në shtëpi se s'ka më jetë për ty. Ka ardhë një grua, ardhë lera vdekja konë këtu, i ka thonën shko me rujnë bazen aty, pijen janë një muja 2. Kur ardhë ajo ka me urdhë vetin, ka marrë këtu ujë, e ka pi një 2 muj dit. Kur a shku, mas 2 muj dit, mjekja habitat janë Zagreb. Edhe a shku tani mjeki, me gjithë burrin e asaj gruas, e Gullobovcit ajo, edhe ka ardhë dhe kanë marrë analizën e ujit këtu. Edhe sot është gjallë. Ka qenë Zagreb, ka pështu gruja, qohë. I ka bo hajrë. është shumë është ujë, surfull ka këj ujë shumë. Unë shpesh herë bie ndesh me njerëzit kështu kur kemi kësi raste me ujë, si kur se mbon të jo, jo thojnë zoti shërë, normalisht zoti e ka zbrit ilaçin, mjekt, edhe na do të sebep, fix, edhe na do të me hulumtu edhe nuk e dim ku e kemi sebepin, ilaçin. Sigurisht. Kështu që për fund, që ju kështë thonë atyne që janë në më dyshje, Po, unë e kisha thonën, se që ka nevoj, por thojnë ndoshta nuk ka nëse lajmërohet i kroj shamull, një zhogë që i thojnë na. Po. I thati, tani ju dalin njerëzve dhe farë si thmive rusa që ju thojnë kështu, Po, e kuptoj, po. aj i zhduk sanet. Mu prej shamull, mu djeg, vara për e shëruhet. Tani e shërën lishën, e shërën gjithë gjanë kjo elkurës shka është. Momenti njeri që këtu i lanë kamës, kur bëhet gjysore, nëryshe njën vetin. Unë ju falendroj shumë për kohën, na bëni halal nësi ju shqetësu. E ja u mërëm pa kohën, por që na i keni dhënë ca informacione shumë të rëndësishme. Ja dim historien të i vendi këtu që... Po, si njerëzën e kërkoj. Po, edhe në Faleminderit botë edhe shumë juve qefi shumë. që në trujet e tokave shqiptare, pra tokat shqiptare, kemi kësu pasurin natyrore. Ju falendroj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Faleminderit ju që keni gjetë kohë për marrën shotin e tunë. Ky fshat ka shumë banor, është fshati më i madh në komunën Malishevës me banor. Edhe nështë edhe ky botë si më i vjetër që është, e ka kallëzu si këtu as ka pos kur njëherë nga tresa, as ka pos kur njëherë një problem sa më të voglin. është fshat shumë i lidhën në me veti, edhe i ka lidhë shumë ky bazen, dhe më ho dhe rinia dhe më ho jenë konë shumë përqendruar për me qumë mirë, me sjellë mirë ndër njëri tjetrit, veç i ka lidhë që ky bazen.
E thatë që i ka lidh ky bazen, do shta koha kur bashkohen, kur takohen këtë, Takohen, një laf, një dashni ma modhe, një shumë e kanë një respekt veçan. Ky fshat ka kontribuar edhe gjatë luftës shumë, ka pos komandontat mëdhaj, ka pos komandontat brigadave shumë, 3 komandontat brigadës i kena pos pikti fshati. I ka pos dikon mbi 70 pjesëtar të luftës që jenë konë veshën, në krejt teritorin e Kosovës, jo vetëm fshat, po jenë konë gjitha fshatrat, edhe gjithmonë kanë kontribu për çështje kombëtare, prej lloj brezave, kalurin e tashmen e gjithë. Ju si banor për çka njini, unë e kështu e kam... Na si banor kemi shumë veprimtari të mira, kemi fabrika, i kemi përmi 3-4 fabrika në atë pjesën e nena, që prodhojnë edhe mobilje lloj-llojshme, edhe mirën shumë edhe me ndërtim këtu, ko edhe bizneset të kafeterive që është ky basi bro prej vitit prej 40-s luhet, Sa mirë me pas brenda... Prej gjatë e gjosës. Sa mirë është me pas brenda fshatit një lokal ku banorët munden mu bashku. Kemë edhe këtu lokalin, ai lokal është mropa atje, kemë kështjellën anina, kemë restorantet anje, dëmo i plotësa kushtet tamam sa një qytet zë vogël. E tha që është fshati më i madh në komunën e Malisheves, a është edhe më i zhvilluar në komunën e Malisheves? Më i zhvilluar është që fshati bojë. Kush ka investu, kush ka kontribu për zhvillimin e fshatit mas shumëti? Po që na kena pas në pushtet edhe jemi njës, ndaj Fatmelimës, është një njeri që ka kontribu mas shumëti në këtë vend. Edhe ka pas mundësien me kontribu, pa edhe ka desht. Çdo sen që është bo mas luftë, është bo ndalë dorë atina. Sa e di une, më duket ai fokusin e ka pas më të madh në infrastrukturë. Në infrastrukturë, gjithë çka shifët, diçka mirë në këtë fshat është pidurësi. A ka ndonjë rrugicë që ende është e pashtrume? Nuk e besoj që ka mundësi në një rrugë e vogël që është ndërtu mëna 3-4 muaj dite, mundet me ka pashtru, se për ndryshe s'ka. Po familjet si janë me kushte brenda fshatit? Ka prej aty në familjeve që ndoshta është e rëndë me thonë kushtet skajshme se nuk po besoj që mundet ndoshta edhe me pos. Nuk besoj që ka në pikë. Por që një jetë normali mesatare keni gjithë bashkarisht, ha? Është një jetë mesatare, është mundësia këtu pënsimit shumë e lehtë se janë të lidhën në vetin, ai që dënë mundet më pënsu ku dënë. Është braktis fshati? Pej do të trive, po. Sa përqend mundesh me thonë që janë rezident dhe sa pjesa e mërgatës? Është mbi 60% është e braktisne. E braktisne? Po. E nëse dini me na tregu brenda fshatit për afërsisht sa banor mundu me konë tash? Këtë numër më me gabu. Për afërsisht dikun, nuk po e marrëm kështu s'po ja vendosëm piken. Veç po du me ditë ku jem. Duhet me konë që të 2200-2300 banor, duhet me konë. Po dhe 1000 diçka me konë është mirë. Po muj me konë dhe gabim. Po, e thamë, e ceka unë. Kështu që nuk po ju qesë në ja, nuk i qesë mirë, po muj me loni shifur në ashtë edhe nuk, jo, afërsisht tani edhe dal keq. Po, për afërsisht ne. Për afërsisht. Për bonjen, kemi bisedu me banorin, po duke që nuk na ka mbet diçka. Këto përpora jenë morë, është një bjesh atje, del një guri shumë i mirë. Përpora pleqëtorë jenë morë me qatë veprimtari. Edhe e në komullirë në të rënë qësoj lumit që rrjedhë të poshtë, kanë jetu me gurë edhe me qëto lumejtë, me qëto farë mollinë, me qëto jenë rënë, me shku të poshtë i kje rënë mollinë. A jenë funksional sot ajo? është funksional 2. është një qëtu nër bazen edhe një ma poshtë. Ata tjertë nuk jenë funksional. A mund e mi kopë dyqysh pamjet me drona? Mund është mi kopë, po du të me shku është pak ma poshtë atje. është një rrugë që të qënë edhe është
muna me shku dhe atje. Fshati është me një sipërfaqe bukur të madhe. Në fillim të fshatit po duket me qenë një pastërti. Po E keni nuk mirëmbajtësin. është pak problem për pastërti e kena pos mirëmbajtësi na dolën penzion, po është problem se këtu vinë shumë vizitor. Munduhmi na të tunën më organizu me nej vikend, me nej asishne, po këtu vinë prej Kahmusit. Edhe realisht nuk janë kujdes shumë për me gjuhë betarinja ku dohet me gjuhë, po e gjuhin Kahmës edhe është problem me mirëmbajtje. Se ka vizitor këtu pi Kahmut vinë, në mëngjes më orë dhe vinë pi Prishtinë dimën e vjen lohën do. Edhe nuk pi love që ata fajtur, po edhe na... E pse nuk e vendosni një tabel? Kush hudhën betorina dënohet. Tash kush hudhën betorina na se cili këto e den që nuk është e mirë me hudhë betorina ku s'është vendi. E dim, por e bojmë. E bojmë. Është e keqe, për atash me vendos një tabel kështu, në fillim, edhe po besoj paka shumë ishin vedisu. Kishin pas një kujdes pak ma të shtu. Dëgjaj, se cili njeri që është i vedeshëm ato e den pa tabel heq. Po edhe me pas një tabel nuk është keq, po unë gjithë menoj që është në 70 kom gabim, po jem si popull maraksh në shkatrim. Na i kena marru komplet, i kem posë edhe kabinat e pritjes të autobusave, kena posë gjithë shka ndartune, qysho mas mire, ti mas lufte. Edhe e kem në gjak me shkatruat sen. Nuk i rujmë senet që i kem. Unë shkoj shpesh, jo shpesh, po tash mas jo bon pa viza, shkoj shpesh në Perëndim, edhe ves Gurbexhi, kur është të marrune që kjo kabine e pritjes të autobusa dhe diçka, thët, unë e kom gjetë qëtu para 28 vjetë. Domethënë nuk ju ka kërcita si gjam. Pse u thynë të na? Jem popull që e kem në gjak një shkatrim, që to me mujt me hek për i vetë vetës, është pasonia ma modhe që egziston të na. Shumë e vërtet. Unë ju falendroj për punët, po ju bënë edhe telefoni, në bëni halal që ja u morën pa kohën. Anole. Ishte shumë knatësi. Fëndit. Faleminderit banorëve që e gjetën kohën me na i dhonë ca informacione për fshatin. Pas ka që uri që atë, ke shkartë. Ondi po këqyrë mos për një me. More ondi, halo së mësove me këto forët e mija. Sa të mirjen. Përshëndetje! Apo kalojmë kështu, ka ura, po e komentojmë shifën e rrjedhja e ujtë gjithandej. Qetësim truri sa bukura, shumë bukur. Më pëlqejnë shumë vendet që kanë këso pasuri natyrore, pra si që është Banja këtu në Malishev. Po vazhdojmë, se kemi fillu që një orë me vazhdu drejt fshatit, por që si që po e sheni na u dasht me i botë ca ndalesa, mbet qefi që takuam 3 apo 4 banor diku, kështë edhe nga banor prej viseve të tjera, pra jo nga kjo komun, dhe që nuk mundemi me intervistu, me bisedu me ta, se dja e kam komentu Xhamin, nëse jo, nëse po e komentoj përsëri, është një objekt të jeti bukur, përveç kësaj, kjo pjesa këtu më duket është për abdes, ose mundet me qenë oda e fshatit, nuk jam e sigurt, atja jatë një shikim shpejt, se nuk kam dëshirë publikun me i dezinformu larg asaj. Hajde po kalojmë shpejt që sa s'ka ardhë Rënxhoviri. Se dia arri me pa, dyrt a jenë të mbyllura, po vazhdojmë kështë drejt, a? Edhe një tjetër market në fshat, hajde po e komentojmë infrastrukturën. Ka vende kështu grupa, nuk është që
infrastruktura është nivel edhe ashtu si që mësu në disa fshatra. Fillimi i fshatit, po më pëlqen në të dy anët me trotuar, nuk po më pëlqen infrastruktura. Pra ka grupa vende, gjë që është nevoja për përmirësime. Ja, pra rrugica, në fakt, 2 rrugicat e vogla janë të pashtrume tërësisht. Edhe, jo, kjo nuk është. Kjo është okej, në rregull. Dorontina përsëri në fshat, nga larg po thojnë, erdhi Dorontina përsëri në fshat, që përsëri, po neve qatë gjëmpe bëj, vetëm qatë gjëmpe bëjnë shpeteme, se çdo ditë në për fshatra. E pas kanë një objekt ku po rregulloj kanë makina, metallurgjia. Kamioni nuk ma lejon të me lexu sakse çka shkruan. Autolorje ylli. Ja pra, miqtemi, shifeni një pjesë shumë e bukur e fshatit nga këtu ku unë jam momentalisht, shtëpitë e bukura, ajo që vlen të theksohet edhe një herë, fshati ka një pastërti të dukshme, ju lumt, unë i pyeta pra njëri nga banorët se kush kujdeset për fshatin, më parë në fakt deri me tani është për kujdes dikush, një banor, por që tani ka dalë në penzion dhe fshati vazhdon të jetë i pastër, fal banorëve që kujdesen gjatë gjithë kohës, kujdes Braunti. Braunti të ki shkru veç me urdhzu, po i thënë ato kom. Vlen të ceket, trotuari është në këton, mungon e onën tjetër, se ndolla mikrofonin ju. Dhe infrastruktura shifeni, veç ka fillu me qarje, pra ka nevoj për riparime, shtyllat elektrike i paskan, ja, si paskan krejt reja, jam të po një vjetër, po shumica janë të reja. Ndriqimin, a janë të po ndriqim? Po, e paskan edhe ndriqimin. Shumë bukur me mësuesin, shumë mirë. Në Malishev njerëzit janë mikpritca për këtë fshat, kanë folë shumë, kanë lavdu shumë. Deri me tani mirë është, banorët nuk hezituan me dalë para kamerës me na tregu për fshatin ku jetojnë, por që nuk është e mjaftueshme. Duhet ende me gjithë banor. Pra jam të e pa dhe odën e fshatit. Këta e pas kanë qujtë oda e lagjës. Hajde mëre kamion. Oda e lagjës e cila është ndërtuar nga banorët e fshatit bashkërisht me Mërgatën. Shfrytëzoj rastin me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Banje këtu në komunën e Malishevës. Njerëzit janë shumë të mirë për atë sa më ka ra me i vizitu fshatrat në Malishev, çdo herë kam qenë mirë pritur. Mos harre me cek edhe ata të cilët i kam taku derisa na po i benim pajisit gati për xhirime, të gjithë na u kanë afru edhe na kanë përshëndet. Respekt. Respekt i kthehet me respekt. Kështu ka qenë gjithmonë edhe do t'jetë. 2 shtëpitë e bukura, o burre, perfekt, gjithçka. Shihet një qarkullim bukur i madh gjatë gjithë kohës, vetëm me kamion. Këtu janë njerëzit punëtor, po shihet edhe fshati, kanë bizneset e veta, secili e bën veprimtarinë e vet, si brenda fshatit, po ashtu edhe në Malishev, pra në qytet e Malishevës. Edhe një tjetër rrugicë është e pashtrume, po e pashtrume se prej syzav ka njëherë mos përja huqi, po shkojmë deri në fund të rrugicës. Derisa të shkojmë në fund të rrugicës, nuk po shoh që kam diçka me komentu, po shkeputemi edhe takuam atje në pjesën altë. Jo ka të thëmë në çdo fshat, fëmija janë ata të cilët i japin ngjyrë fshatit. Ai po se sa të kënë shumë që ishin.
Mua së më mbetet gjë tjetër, veç me shku me sistemin tem, pik. Oj, zoti shpis, na hapi kush na hapi deren, s'na hapen, faleminderit përsëri. U rikthye me qtemi, jam të e po një banor që kanë shpejt si dritës. Përshëndetje! Si jeni? A jeni mirë? Si je? Dorontina, a je mirë? Halili. A je lodh? Qysh po kaloni? Mirë. Banori fshatit? Bash. Vjen mirë. Si është Bonja? Bonja është qytet i mrekullueshëm. Qytet është ta? A nuk është fshat? Do me bo qytet se qaq që mirë mo, a? Po, qasaj rrugë e të shku. Shumë mirë. Do bet një ditë qyteta? Shpresojmë, kanë thonë vdes e fundit. Po vetë se ka nevoj për ca investimi për me ordrejt e qytetit. Patjetër sa ja vetë nuk. Po, a ju kam premtu që ka më bo në ndonjë investim? Me optimizmin e banorëve, me punën, me përkushtimin, besoj Allah që... ishit punëtor. Po thua? Kratë ju lumshin po, valla. Po, besoj që po. Ishit shumë punëtor, po jeni edhe mikpritca. Mikpritja është traditë e shqiptarit. Sa jeni të erujt na mikpritjen këtë traditë? Po, shka me thonë, kohëve të fundit se di sa do të ruhet, me qenë se po vëllësia iku. Trit po ikin... Kujt mja për cilë? Pa, absolut. Kështu që tradicionalisht mikpritja shqiptare është një vërtet që na ka karakterizu një... E vërtet, shumë e vende keni. Me që rinia po ikon në këtë fshat për dallim nga fshatrat e tjera kështë rini. Çka i kanë dalu ata që mos me lëshu vendin? Po, shka me thonë... Do shta kushtet? Kushtet është pak ma... Na shpesher të pyetjen e parë, kër thove qytet Bonja se në... Sigurisht se është një vendbanim rural, po me perspektivë. Përsye se është rruga që e lidh Shkupin me Pejen, Prizrenin me Prishtinën, domethënë është një... E keni ashtë në qendër fshatin. Kështu që nuk mujna me muhu edhe të që është një vend turistik Bonja. Ju i besoni se shëtitja, ecja, natyrë është një benefit për organizmin, për trupin tonë? Bile nuk ka ilaç më i mirë se ecja për shëndet. Mërë edhe ne pas na me jetu gjatë, se gjithë ka ne përkaton, shkajnë këtë katunet e Kosovës. Mos po jetaj mas shumë t'in Kosovë, i marrë në qo. Besoj që kime boni një bum. Po, valla, unë veç kam fillu me vrejt në trupin tem, se mbyll atje në banes, kem kalujmë. Banorët janë gjatë gjithë kohës në qarkollim. To punu, kamiona gjithandej, keni shumë biznese brenda fshatit. Patjetër, në boj, me thonë tash, me mëngjes, me akt, mëngjesit fillojnë lëvizjet, fillojnë kjo jeta mu dallohet, shihet jeta... Rutina, si që kemi nga e hena deri te premten. Absolut, njerës shkojnë punë, njerës të... Për arsye se sot në Kosovë jetohet, shumë lehtë jetohet, punohet, ka punë, ai që dërë me punu. Sa po vnet po na jep. Po, është e vërtet kjo, po, nëse nalemi dhe shohim pak më larg për momentin, perspektivës, si thuhet, është pak e... Po unë e thash edhe ma heret, për punëtorin gjithmonë ka punë. Kër e do punën... Ai që do me punu, zgjohet mëngjes, del, shkon punë, mramje, bas pakët i ka 4-50 herë në gjep. Nëse ai që do me punu. Normalisht. Edhe një pyetje kisha për fund, edhe s'po ju marko më shumë. Mërgata. Sa ju kanë ndihmu juve si banor, ose në qka mas shumë? Patjetër, mërgata është një nëse moj me qunë një borim kështu mjafti... Vjerë shumë mund është me qujtë se e dim gjithë. Po pra, ju kanë bojt, ashtu bazamenti. Bazamenti, që me thonë, do me thonë, thash edhe herë, borim investimeve, kuptohet vetanake, mirë po, qarkullimi i remitencave, do më tyne, ne faktikisht shumë në ndihmon, shumë në fuqizon. Kështu që flas gjithmonë në aspektin pozitiv, kur flasim për mërgatën. Po, i meritojnë dhe i përshëndesëm. E treta herë që jem të i përshëndeta, e 4ta herë. Unë kam shumë respekt për mërgatën, se dhe ata kanë për nive. Patjetër. Kështu që respekt edhe për juve, ishte shumë kënaqësi, faleminderit për juve. Çdo të mirë. Hajde po shkojmë te çato pula që jem të i po, veç kujdes. Nuk po m'pëlqen në shumë trotuar është kjo pjesa se di pse i kanë lënë kështu të hapuna.
Nuk po du me i gjiku pa e ditë sakt arsyen, por që ndoshta i dosh pak me imbulu apo diçka. Kur ta je pa i nalt, veç grithën, edhe unë u knoqa të shëtit. Apo flasëm pak, as ki Ramazana. Këtë tjetëri me cigare, a i të pi cigare? A i di se edhem të në shëndetin. Kjo pjesa prapa ondit, po duket që ka punime, i pas kanë lanë mjetet e punës, kjo është eskavator i vogël. Sa e di unë, bager, eskavator me gramatikë. Jo, në gjuhën letrare. Shumë mirë, pra e thash edhe më herët njerëzit këto janë shumë punëtor, edhe veç ju lumt, punëtorit gjithë kam jep Zoti, për punëtorin gjithmonë ka punë. Edhe mbjeshk me shku, kur e dhe punën e dhe, jo me të një shtësi za, herë kështë, herë, jo heq, hajtë se për ma isha për siguri. Edhe një tjetër rrugic e pashtruar, po pse ja hop një hieshin shtëpive të bukura që jenë në këtë fshat, a nuk meritojnë edhe këta me pas një asfalt këto, a? Qëre, kur të shtrëni fshatin me asfalt, o shtrën e komplet, o len e krejt. Pak aty, s'm pëlqen. Ding dang. Si police. Oj, zoti shpis! Të e marrë parasysh se janë në përpuna, është problem, por nëse kam fatin, që e ka shkru Zoti kismetin për mu me taku njerëz, i takoj, që ju, po morëm pomje, po flasën e në ato temen që ka shë, edhe kështë, me shumë dëshirë dhe knatësi e dini se si kam dëshirën e me prezentu me paraqit një fshat, e marrë parasysh se emisioni shikohet kudo që ka shqiptar, dita ditës interesimi veç po rritet, ka dhe prej atyne që ta shumë shkrujnë e kishën një emision shumë të mire, ka dhe prej atyne, ndoshta dhe që nuk i njohin heq, por që e rëndësishme është se shikohet. Kështu që dohet me pas bukur një kujdes, mbi supet e mija, e mendoj një barë kështu të madhe, ju veç me dalë hajt me folat e që kam teket, po mundohem sa ma e sigurt me konë, e andaj luftoj me gjithë banor, ndodhë që ri gjatë gjithë ditës vetëm e taku banor, në mënyrë që me paraqit ashtu si që meritën fshati. Ju veç hajt me bë punën shkele shka, erdha i mora do pa mi fola pak ditën e mirë, ju. Pa banor nuk du me u kthy, por po besoj në këtë pjesë ndoshta dhe nuk jenë banushme shtëpit, do e marrë parasysh se 60% ofër. Nuk e kemi shumë të sakt, këtë po e them nga banori, 60% e banorëve janë mërgat, pra në vendet të ndryshme të botës. Po shkeputemi e po kalojmë në një tjetër rrugic, se që të Bereqet nuk paska, po shofëm rrugën tjetër. Djeva, a lujmë futbol bashk? A lujmë futbol? A lujmë futbol bashk? Derisa shkojmë, afrohemi atje te fëmija, po e komentoj, sa shtëpi e lezetshme kjo, shumë e veçantë. Përveç kësaj, shifeni, pastërti, gjallëri, shkurt shqip, gjallëri ko. Ja pro fëmija, gjuma topin! Hajde lunë, hajde se s'ka dertë. Hajde apo mund shma mërë topin, kuku po kiko ka i qfry. Gjuma! Mu s'mujte ma mërë topin. Ta shë bo me ujnë as tërpik. Pelojmë krejt. Hajde po e komentojmë fshatin. Banor! Ku jeni mëre? Kjo do të me qenë shtëpi e mërgjimtarët, flamurin kombëtar e ka vendos sa shtëpi e bukur, e lezetshme. Edhe kjo pjesa murit po m'pëlqen. Ndodhemi në një pjesë shumë të bukur të fshatit, këto rrugicat si të Mehmet Kosova, ai seriali, nëse e keni për cilë, hajde po shkojmë kështë
poshtë, apo thirri, apo thu që është në i kosha? Sa shtëpi e bukur. Është e monitorume nga kamerat, sa i qentën, po përshëndetje! Oj, zoti shpis! Problema është përgjit në shpe, ndoshta veç grotje në për shpia. A është dikosh në këtë shpia thu? Apo në thirrni dikon? Qa i keni këta? Kuishi? Kush dën? Përshëndetje! Si jeni? A ju pengojmë? Jemi me kamirë. Me ju pyet diçka për fshatin. Ani qevish për ju përshëndetje, si je mirë, je lotë, që po kalone? Ka pak mirë. Qësh po jetë tani në këtë shate pasi shpinë shumë të bukur dhe u burë? Shumë mirë. A jeni banur, a jeni mërgot, apo? Ja, në Kosovë jetoni? Po, në Kosovë. Shumë mirë, se thash. Djalin e madhe kom pas jashtë me re edhe a kthy me nëse. Jenë kthy? Po. Ma mirë këta? Jo, mira. Mirë dhe nash Shko kalonja po luve. Shtë poshte për pjetë në për katune. Shumë. A njini me gjithë banorët këto që i keni për rrët? Me gjithë. Gjithë. Edhe raportit i keni të mira? Mirë, vëlla shumë. Qa po punonja, qa po bënja? Si punë grave. Që si që. E bornimi? Bornimi janë ndërtim të punu. Kam firmën e vetë. Shumë. Qifi, veç ju përshëndes, faleminderit shumë. Jam adin të bo bukën për iftari, kam Ju dhe boft musafir, mirë. se s'ka pos problem për gjithë shka. Faleminderit shumë, Shumë. vlerësoj, çdo të mirë. Kalofshi mirë. Edhe ju me të mira, faleminderit shumë. Sa grua e mirë, shumë e respektueshme. Faleminderit shumë, mjafton vetëm ma hap derën. Pra shumë shkurt, nuk deshta me mbajt më shumë në pyetje për shkak se edhe si që ndëgjut është të pritë mësafer për iftar kohët Ramazanit, normalisht njerëzit ashtë edhe se disa është ora, dikon ka shënu 14, 15, 2-3 edhe normalisht përgatitit jo, si jo në që më nxan iftarin në rrugë po e hek me keq shaka më dhone qa i bona kujun e nejsense. Jemi hinë u bërë të dikujt, të kujt nuk e di. Ju lumt për shtëpit edhe u borët që i pas kanë, shefani, marifet me si veç këqërni. Qa? Tani po thonë një dërontina na keshi, je valla dërontina nuk kesh kur të shenë mirë, me nëzëspres më tha mirë. Po kalojmë edhe një tjetër rrugicë më duke të shte, nuk jem të pas sem për i gjillë, që ta shka njësë edhe me masil pak, kështu që po shkeputemi, Ramadani, kështu që po shkeputemi, po shkojmë të shohim në i bukurit tjetër të fshatit. E tash ndodhemi fiksë në qendrën e fshatit Banje këtu në komunën e Malisheves, jem pranë objektit të shkollës, në fakt janë 3-4 objekte, për një që shkolla fillore e di edhe Qerdhja 2. Nuk e di se çka mundet me konë kjo objekti, por që po duket i pashfrytzuar. Sallë sportive, ndoshta edhe sallë sportive, me që është shkolla fillore, e ka ndërtuar edhe sallën të vogël. Siç po e shihni, lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, mirë që është pjesa e trotuarit, për ndryshe e kishim pas shumë problem me xhirime, nga se në radhë e parë duhet me u kujdes për veten, më pastaj tjerat. Stacioni i autobusëve, po më pëlqen edhe pjesa që është në përballë meje në fakt, pra fshati mundemi me thonë që e ka pozitën gjeografike shumë të mirë, e ka pjesën kodrino-romalore, pra i përfshirë nga ca pjesë të malit, kështu ju komplet, nga jo që arrita me po. Gjithsesi diçka që s'kam arrit me po, do i keni pamit e shfaqura me dronë. Po vazhdojmë kështu rrugtimin ton, më duket që këtu veç fillon fundi i fshatit, nuk është që kemi shumë për të komentuar dhe është shumë problem me taku banor, se me të vërtet duket si me qenë qytet, e jo fshat, jo ka të thashtë e banori, jeni në qytetin Banje, kujdes. Me të vërtet është fshat
i zhvilluar. A unë dalë për neve? Së ndalë. Më duk që unë dalë me më përshëndet, po edhe me dash s'ka ku se është në rrugë kryesore. Nuk po i shqetësojmë njerëzit. Qka po shohëm, do komentojmë, a mundet me konë dhe e pjesa komplet më refshat? Që për shamë me taku në një banur këtu, e kësha pyte, a e pjesa ndej, a është komplet fshat, bonjë, po e takoj, edhe ta shte, do të kështu qka të mundësit mija, me tako temin. Kjo me siguri ka mujtë me konë ish shkolla, objekti, ose shtepi jo, e ka shtë pak që i pas kam bet nga ndërtimi, sa e pas ka dirin interesant, dirin e hymjes. Cool nuk është cool. Me siguri shkollu kanë, por që po e lem kështu se nuk e di se që ka qenë. Edhe po më pëlqen pjesa, është kendi i lodrave, po, e pas kanë një park, është të vogël, por që e pas kanë. E pra, kjo është qirdja, në bazë dizajneve se si kanë dritaret, është shumë e lezetshme, ngjyrat janë shumë të bukura, edhe pas kanë ditë shumë i përshtat, po më pëlqen shumë, e pas kanë pra dhe kendin e lodrave, pak me i qitë fëmin, si për shambull sot, në ditë me djel, kënaqen fëmija. Edhe është komplet e shtrume në kubza, pra e gjithë sipërfaqja ku ndodhen këto objekte. Po e lem këtë pjesë, po dalëm, po kalojmë, kështu drejt, po vazhdojmë. Kjo pjesa këtu nuk po më pëlqen, që kanë lënë, përveç kësaj, as gjendja këtu, ndoshta unë dy veç i ka në fokus tashme përderisa unë po e komentoj, nuk kam dyshimin e ondin. Edhe një tjetër pjesë nuk po më pëlqen, këtu pas ka rënime diçka, por që e kanë lënë kështu, a kanë me ndërtu diçka, apo jo, nuk e dim, e siguri është pronë private, edhe normalisht se cili ja bën, që është dënë me pronën e vetë, kështu që bukur, së më pëlqen mirëmbajtja në këto rrugët kryesore, po të e marë parasysh se kemi lëvizje nga më të ndryshmet, e kam fjallën nga viset të ndryshme, ndoshta vjen një nga peja, kalon kënej, ose ko ta dimi nga i vend tjetër. Shkurt e Shqip, kalimtart, i kanë hedhë mbetorinat, ju vjen kështë ma letë, edhe mbyll dritar. Edhe një tjetër pjesë, e lënë me kështu mazdure, keq, nuk pa më pëlqen. Do thot e gjithë sipërfaqja deri ku aty fillojnë shtëpit është batall. Hajde po shkeputemi edhe po kalojmë në pjesën e fundit sa i përket ditës së sotme këtu në Bonjë të Malisheves. Nga këtu përfundon fshati Bonjë e Malisheves, nga këtu po përshëndetemi edhe me juve. Takohemi në fshatin e Radhës, deri atëhere, mirëmbëjtje!